أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja ndryshon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e 4 në këtë kapitull, hadithin 656 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما سرعاهم متفق عليه. Nërëfen Abu Hurairah radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Benu Israilët i qeverisnin pejgambert e tyre. Gjërë që vdiste pejgamber zëvendësohej me tjetër. E pasmeje nuk ka pejgamber tjetër. Do ketë pasmeje khulefa, e ato dhe në shumë. E i thanë sahabët: ja Rasulullah, çka na urdhon neve? Tha: plotësone beslidhjen tuaj ndaj tyre një pas një, e pastaj përmbush një obligime që keni ndaj tyre, dhe lutna Allahun për obligimet e tyre ndaj jush, sepse Allahu ka më i marrë pyetje ata për juve që ju kanë qeverisë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihet e tyre. Ky hadith me kuptimet e veta na ka marrë neve disa mexhlise dhe jemi mundu që të bëjmë sqarimin e hadithit dhe mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në mësimin e fundit arritëm te pjesa e marrëdhënieve mes popullit dhe pushtetarëve. Kuptimin që populli musliman, kur jeton me një shtet i cili qeveriset për një kryetarit musliman, dhe i cili kryetar e qeveris atë popull në bazë të shariatit të Allahut dhul xhelal, në bazë të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky popull e ka detyrë dhe obligim të nënshtrohet atij kryetari, të ndëgjon atë, të bindet atij dhe të zbaton urdhat e tij. Dhe kjo në përputhje me atë që Allahu dhul xhelal tha: ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulul amri minkum. O ju besimtar, respektoni Allahun, respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj, ata që ju qeverisin. Pa këtu ishte edhe fundi i mësimeve të kaluara, që të vazhdojmë me atë që kanë thonë dietarët në lidhje me këtë hadith dhe ajetet kuranore që flasin për këtë temë. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, ky është urdhër që besimtarët përveç respektit ndaj Allahut dhul xhelal dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të respektojnë dietarët dhe pushtetarët. Se fjala ulul amr, të parët tuaj, në komentimin e ulemave të tefsirit, e ka për qëllimin edhe dietarët edhe pushtetarët. Se edhe këta janë të parët që i udhëheqin popullin, edhe këta janë të parët që i udhëheqin popullin.
Shtresa e parë e udhëheqin popullin me diturinë e tyre që e përhapin. Edhe këta kanë pushtet autoritativ, pushtet të autoritetit. Kurse të dytët janë ata që e qeverisin popullin me ligje, me rregulla, me vendime. E ata kanë pushtet, do thot real, pushtet të vërtet. Dhe andaj, sipas këtij koncepti që e shërojnë dietarët, bëhet e qartë se shteti islam nuk mund të udhëhiqet pa dietar. Nuk mund të udhëhiqet pa akademik. Dhe për atë shkak, çdo shtet i cili udhëhiqet prej kryetarëve dhe ata kryetarë në mesin e tyre ose rreth e përshtatëtyre nuk kanë dietar, atë dije se ai pushtet vetëm ka deviju nga qeverisja islame, nga rruga e drejtë në të cilën i kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pushtetarët pas tij. Andaj respekton Allahun, thot Imam Ibn Kathiri, do thot diç në librin e tij. Respekton e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot merrne sunetin e tij parasysh. Edhe respektoni të parët tuaj, do thot në atë që ju urdhnojnë prej adhurimeve dhe Allahu dhul xhelal dhe veprave të mira, sepse la ta'ata fi ma'siyatillah, sepse nuk respektohet krijesa në të bërit mëkat ndaj krijuesit. Domethënë, shifne, kjo është edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa karih. Muslimani e ka për detyrë dhe obligim me respektuar të parin e vet, do thot edhe në gjërat që i don, edhe në ato që i urren. Muslimani në raport me kryetarin e tij musliman, i cili qeveris me shariatin e Allahut dhul xhelal, e ka për detyrë dhe obligim me ndëgju dhe me respektu, edhe në gjërat që i pëlqejnë, edhe në gjërat që nuk i pëlqejnë. Pse? Sepse interesi i përgjithshëm është ai që duhet me dominu. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin, përderisa nuk urdhnohet për të bërë mëkat. Andaj nëse një kryetar musliman, i cili qeveris me shariat Allahut, e urdhnon popullin me bërë një vepër e cila është gjuna, atër ai popull nuk duhet me ndëgjuar atë kryetar. Fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a, e nëse ai kryetar musliman që qeveris me shariat Allahut urdhnon popullin me një vepër që është mëkat, gjuna karshi Allahut, atër as nuk dëgjohet e as nuk respektohet ai kryetar musliman. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet të tyre. Pra, ky ajet kuranor dhe ky hadith ne bëjnë të qartë se obligimi i muslimanit në dëgjimin dhe respektimin e kryetarit musliman është i lidhur me faktin se sa ky kryetar musliman e ndëgjon dhe i bindet urdhave të Allahut subhanahu wa taala dhe urdhnon popullin me gjëra që janë fetarisht të ligjëruara dhe janë të dobishme për shoqërinë. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ata'ani faqad ata'a Allah. Kush më respekton mua, e ka respektuar Allahun dhul xhelal. Wa man ya'sini faqad asa Allah. Ai kush nuk më respekton mua, e bën gabim ndaj meje, më kundërshton mua, ai ka kundërshtuar Allahun dhul xhelal. Wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani. Dhe ai që respekton emirin tem, që unë e kam caktuar emir të parin për ndonjë punë, për ndonjë angazhim, për ndonjë aktivitet, për ndonjë vend, ai më ka respektuar mua. Wa man ya'si al-amira faqad asani. Dhe ai që e kundërshton emirin tem, ka kundërshtuar mua. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra, këto argumente fetare tregojnë se besimtari në jetën e vet, në jetën e organizuar të muslimanëve, duhet vazhdimisht me udhëhiq jetën e tij sipas urdhnave të Zotit dhul xhelal dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj të parëve
që i ka, përderisa ata veprojnë me atë që ka thënë Allahu i Madhërisëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Qadhi Iyadi rahimahullahu taala, Allahu urdhëron të respektohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai që nuk e respekton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai e ka thyr urdhën e Allahut xhelal. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhon me u respektu emiri i tij. Ai udhëhesi që e cakton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ai që e kundërshton emirin e tij, ai ka kundërshtu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Wala khilafa fi wujubi ta'ati al-umara fi ma la yukhalifu amra Allah wa ma lam ya'mar bi ma'siyatin." Thot s'ka mendime të ndryshme mes dietarëve se duhet të respektohen umarat, parët, në gjërat që nuk vinë kundërshtim me urdhën e Allahut dhe përderisa ata nuk urdhëjnë në gjëra që janë mëkat ndaj Allahut xhelal. Domthon kushti që mu respektu i pari që që ai mos më urdhnu në gjëra që vinë ndesh me urdhën e Allahut, edhe mos më urdhnu në gjëra që janë mëkat ndaj Allahut xhelal. Thot pastaj hadithet e ndëgjimit, e nështrimit, kur kemi vullnet, edhe kur s'kemi vullnet, këto të regojnë në më thonë se është obligim me respektu emirin, sidomos në urdhnat që kanë të bëjnë me rregullat e dynjas, edhe nuk vindesh me urdhnat e Allahut xhelal. Do thotë, te puna e fesë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, është e para. Pastaj i pari muslimanëve, nëse kërkon për muslimanëve me respektu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vazhdohet mu respektu dhe ai. Nëse kërkon për muslimanëve me bëu veprime që janë ndesh me urdhnat e Allahut dhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka respekt për te. Nëse urdhon në vepra që janë mëkat, nuk ka respekt për te. Mirë po në çështjet e dunjas, komunikacioni, administrata, ato janë gjëra që Allah i Madhërisëm nuk i ka përcaktuar të gjitha një nga një. I ka lënë të hapuna. Pse? Sepse ato përcaktohen sipas nevojave të kohrave, vendeve dhe popujve. Edhe andaj çdo popull, çdo vend, sipas situatës dhe rrethonave i bien në rregullat e veta. E tash, kur është një vendim i kryetarit musliman për një gjë që Kur'ani dhe Suneti se ka vendos, se ka urdhnu, se ka ndalu, edhe vjen kryetari musliman dhe e cakton, kështu duhet mu vepru. Orari i punës, për në ora 8 dhe në ora 4, për shembull. Komunikacioni, 50 këtune, 60 këtune, 70 këtune. A mbetet hapësirë për muslimanin, qytetarin e atij vendit, me shku në punë e me dalë në trepi punë? Jo, duhet me respektu 8 deri në 4. 50, 50, 60, 60, 70, 70. Edhe në këtë rast, të në ulemat, bëhet detyrë dhe obligim musliman me respektu vendimin e kryetarit musliman, sepse këto vendime janë në interes të përgjeshëm për këtë muslimanat. Dhe nuk kanë të drejtë muslimanat me përzidh. Bile, thot Imam Qadhi Iyadi rahimahullah, thot hadithet që flasin për ndëgjimin edhe nëshrimin e kryetarit musliman, e kanë përmend edhe një kusht, wa in kana abdan habashiyan mujda'il atraf. Edhe nëse është rob etiopias me shputa dhe dur të rasha, dhe të punëtor krahu, njeri që të esë komdath, e të punu punë të rënda, i ka durt e mëdhoja edhe qame, edhe kom të i ka, në më thonë qame, njeri i thjesht, punëtor krahi, njeri që dhe të vazhdimisht këtë jetën ka punu me krah, i lot fizikisht, duhet me ndëgju, edhe duhet me nështru, edhe nëse është rob i zi, katran nga Afrika, punëtor krahu, nëse ai bëhet i pari muslimanëve,
dhe udhëheqje me Kur'an dhe Sunet duhet me ju nështru atij. Thot Imam Qadhi Iyadi rahimahullah, innama ashara bi hadha al-wasfi ila adna al-abidi sud. Me këtë përshkrim e ka për qëllim edhe robin më ult zi, edhe njeriu më i ult shoqërinë tonë, zgjidhet për kryetar, qeverisë me Kur'an dhe Sunet, na kena borxh me ndëgju edhe me ju nështru. Se të na muslimanët me rëndësi është Kur'ani dhe Suneti, veprimi me te, gjykimi me te, jo kush gjykon me te. Kjo është e para. Normalisht mas të ne ka dhe kushte tjera, ama bazikja është kjo. Dhe e përshkon thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vrasësinë e tyre dhe jetën e vështirë që kanë jetuar ata, se kanë shku me deve, kanë qenë vazhdimisht në punë fizike, edhe trupi i tyre, durt edhe shputat e tyre janë trash prej punës madhe që kanë bërë ata, po marr parasysh kush janë ata që neve na duket kurkushi ose i parëndësishëm ose i pavlefshëm, mirë po nëse ai qeveris me Kur'an dhe Sunet, te Allahu ka vlerë, edhe na duhet me ju nështru atij edhe me respektu ata. Thot Sheikh Muhammed Taqi Al-Uthmani, e jep një shërim në lidhje me këtë dhe kështu, thot prej parimeve të politikës islame, prej parimeve të mëdha të politikës islame, është parimi i respektimit të emirit, dhe se muslimani e ka detyrë dhe obligim me respektu emirin e tij të gjitha gjërat e jetës së tij, sidomos në ato që janë mubah, të lejuara. Kurse se përket urdhnit edhe ndalesës fetare, ajo më automatikisht nënkuptohet, po roli i emirit musliman den shesh kur janë pyetje gjërat mubah, të lejume. Nuk janë as të vlefshme, as ndalume, po janë gjërat e rëndomta të zakonshme të jetës së njeriut. Thot wa in naha an amrin mubah harrama irtikabuhu. Nëse një gjë e rëndomtë e zakonshme e ndalë emiri musliman, atër bëhet e ndaluar. Pse? Se na kemi përborxh me respektu vendimin e tij. Edhe do thot, nëse qëllimi i respektit e emirit është vetëm në atë që urdhnon Allahu i Madhërisëm dhe atë që urdhnon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë do kishte me pas kuptim respektimi të parëve. Mirë po, për shkak se ka gjëra që Allahu i Madhërisëm i kalon pa i sqaru, pa i caktu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm pak më herët, për shkak rrethonave, kohërave, popujve që do vinë, atëherë ja kalon dispozicion emirit musliman i mbështetur në atë që thot Allahu i Madhërisëm, edhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me rregullu. E atëherë kur ai sjell vendime, atëherë vendimet e tija bën obligative për shoqërinë. Normalisht ka thonë ulemat fe innaha mashrutatun bi kauni al-amr sadiran min maslahatin la an hawan aw dhulm. Edhe një kusht tjetër përveç se me komburimi Kur'ani dhe Suneti, duhet me kon kusht që ky vendim që e merr i pari muslimanëve me qenë në dobi të muslimanëve, mos me qenë nga epshi i tij apo mos me qenë zullum. Lian al-hakima la yuta'a li dhatihi, sepse qeveritari, pushtetari nuk respektohet për shkak emrit të tij, për shkak qenjes së tij. Inna ma yuta'u min haythi kaunihi mutawallin li masalil ame, por ai respektohet për shkak faktit se ai e ka marrë përsipër me menaxhu interesin e përgjithshëm të shoqërisë. Mendoj që këto janë sqarime të rëndësishme që në prizmën e tyre ne sot të kuptojmë lëvizjen dhe zhvillimin politik të muslimanëve në botë përgjithësi, që nënkupton se muslimanët të vetmin shpëtim, zgjidhje dhe rrugdalje e kanë t'i kthehen shariatit të Allahut xhelal, Kur'anit dhe Sunetit. Dhe se qeveritarët musliman, kudo që janë ata, kudo që është dhonë mundësia me udhëheq me muslimanët, kudo që ata kanë marrë pushtetin dhe muslimanëve, e kanë detyrë dhe obligim para Allahut xhelal edhe para popullit të tij
që me qeveris me Kur'an dhe Sunet. Dhe kur mos me marrë vendime që bin ndesh me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka kësi lloj kryetarësh, që qëllimi i tyre final është me fitu kënaqësinë e Allahut, duke qeveris me Kur'an dhe Sunet, dhe duke e udhëheq popullin të mbështetur në këto dy burime të ligjit islam, atëherë Allahu ka me qenë i kënaqur me ta e para dhe do mbetet detyrë e vazhdueshme e shoqërisë e popullit me ju nështrua atyve, me i ndëgju dhe respektu ata. Nëse ata i mbështeten Kur'anit dhe Sunetit, edhe vendimet e tyre për gjëra të rëndomta të zakonshme bëhet obligim me u ndëgju. Nëse ata urdhnojnë me gjëra që janë kundërshtim me atë që urdhnon Allahu, janë kundërshtim me atë që urdhnon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të dëmshme për shoqërinë muslimane, atëherë nuk ka respekt për ta në gjëra që janë mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe ne muslimanët që jetojmë si pakica muslimane në vendet ku dominon kufri dhe jahilieti, edhe këtu vazhdimisht muslimanët do të me pas për qëllim që me shtu jetesën shoqërore politike sipas ligjeve të Zotit me aq sa kanë mundësi, dhe me paksue jetesën me ligjet jahilietit apo të kufrit me aq sa kanë mundësi. Qëndrimi indiferent, qëndrimi në periferi, qëndrimi i papërcaktim, qëndrimi në hije, qëndrimi jashtë aloje, nuk e ndihmon komunitetin musliman që jeton si pakica muslimane në vendet tona me shtu të mirën dhe me paksu të keqen, me shtu jetesën si pas ligjeve të Zotit edhe me paksue jetesën si pas ligjeve të njerëzve. Kjo është një. E dyta, qëndrimi i papërcaktuar i muslimanëve, i komunitetit musliman, një shoqëri ku dominon kufri, ata i bën të paranësishëm apo i bën të rrezikuar në të gjitha segmentet e jetës së tyre fetare. Andaj aktivizmi politik për të shtuar të mirën e Zotit në vendin e tyre dhe për të paksuar të keqen që e sjellin njerëzit me mendimet e tyre, është obligim kolektiv ku muslimanët të gjithë duhet sipas takatit diturisë me dhënë kontribut për me e ndryshu gjendjen e tyre dhe me shtuar të mirën dhe me e mbrojt atë komunitet nga çdo plan, nga çdo kurth, nga çdo sabotim dhe komplot që i bëhet atyre. Dhe mësimi dhe porosia e fundit që del nga kjo hadith është obligimi i shoqërisë muslimane për të këshilluar parinë e vet. Shoqëria muslimane është e distancuar ose e pastruar nga egoizmi, vetjakësia dhe interesi personal. Shoqëria muslimane secili duhet me pas galen secilit. E të ja pas galen njëri tjetrit, na e ndërtojmë një parim shumë të madh dhe të rëndësishëm që është bazë e zhvillimit pozitiv dhe përmirësimit të jetës së shoqërisë, ajo është nasihati, këshilla. Muslimanët e vërtet e këshillojnë njëri tjetrin për ka e mira, e porosisin njëri tjetrin për ka e vërteta, ja kanë ngali njëri tjetrit. Kur del vetë me shku në xhamin sabah, e thirr evladin e vet, e thirr vllavin e vet, e thirr koshin e vet, e thirr shokun e vet, nuk këshill veç për vete, këshill edhe për tjetrin. Ja ka gajle mësuesit vet, ja ka gajle hoxhës vet, ja ka gajle vllavit vet, ja ka gajle secil njeri që merr prej tij, mëson prej tij apo i jep atij e mëson atë. Se njeri që ka punë me te, përfitim prej tij, apo se njeri që ai përfiton prej tij. Edhe kështu, t'ja pas gallë një tjetrit, zhvillohet jeta shoqërore në formën më të mirë të mundshme. Atë çdo punë që e bëjmë na, del e përkryer, del e përsosur. Dhe në raport mes pushtetarëve dhe qytetarëve, pushtetarëve dhe popullit që e qeveris ai pushtet, njëjtë, duhet me pas këshill. Edhe paria
duhet mja pas gajre popullit, me urnu ka e mira, me ndalu për të keqës, me këshilu në gjërat mira, mi ofru kushte për jetesë të mirë, kushte për arsim të mirë, kushte për punësim të mirë, kushte për gjendje ekonomike të mirë, status social të mirë. Kjo është detyrë dhe obligim i pushtetarëve. Po edhe populli, ashtu sikur se kishte obligim me ndëgju dhe me nështru kryetarin kur ai urdhon me urdhna të mira, e ka detyrë dhe obligim me këshillu atë në të gjitha situatat kur gjykon dhe vlerëson se ka nevojë me u këshillu. Andaj kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, was'alullaha alladhi lakum, lutna Allahun që ai t'i përmbush obligimet tuaja ndaj juve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bëri që kjo fe të zhvillohet në bazë të këshillës, edhe do thot populli duhet ta këshillon pushtetin nëse ata lajthisin dhe devijojnë. Por këshillat do të më qenë në mënyrë të mirë, të butë dhe me qëllim të përmirësimit të gjendjes, jo të përkeqësimit të saj. Thot Temim ad-Dari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ad-dinu nasiha, feja është këshill. E i tham, limen ja Rasulullah, për ka? Kuj duhet me dhon këtë këshill dhe nemët kuj duhet me dhon këtë këshill? E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Tha këtë këshill duhet me dhon nemën të Allahut dhe për Allahun. Duhet me dhon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të flasim njerëzimit për obligimet dhe detyrat që kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përfitimet që i marrim prej tij. Pastaj tha për librin e tij, të përhapim domethënë vlerën e Kur'anit, nevojën që kemi për të e kështu me radhë. Domethënë Allahu i madhreshëm, vlera e tij, rëndësia e besimit në të, dobia prej saj, pastaj rëndësia e librit të Zotit, dobia prej saj, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam suneti i tij, pastaj vijnë të parët e muslimanëve. E kemi detyrë me i ndëgju dhe me respektu, po e kemi detyrë edhe me i këshillu, edhe me i përkra kur e bëjnë mirë, edhe me i këshillu kur ata gabojnë, dhe kështu e kemi për detyrë dhe obligim me respektu masën e gjithë. Thot Imam Ibn Rajebi rahimahullahu taala, wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin, këshilla që duhet t'ju drejtojmë të parëve të muslimanëve, fa hubbu salahihim, duhet të duam që ata t'jenë të devotshëm brenda vetes së tyre, wa rushdihim, t'jenë të udhëzuar në jetën e tyre, wa adlihim, t'jenë të drejtë në qeverisjen e tyre, wa hubbu ijtima'il ummati alehim, që këtë shoqëria t'u nënshtrohet atyre, wa karahatu iftirakil ummati alehim, që të urren të përçohen shoqëria ndaj pushtetit të tij, wa tadayyun bi ta'atihim fi ta'ati Allahi azza wa jall, beson se është fe me e respektu atë kryetar kur ai e respekton Allahun dhu xhelal, wal bughdu liman ra'a al khuruj alehim, me urrejt ata që i dalin karshik të pushtetarit musliman për të arzuar atë, wa hubbu izazihim fi ta'ati Allah, me dashje ata t'jenë krenar me adhurimin dhe Allahu Gjelal, dhe do thot dhe nga nasihati e tyre, si që thot Ebu Amr ibn Salah rahimahullahu taala, t'u ndihmojmë atyre në vërtet dhe t'i përkujtojmë ata kur harojnë dhe t'u atërheqim vërejtjen kur gabojnë, me butësi, me elegancë, dhe të mos kërkojmë t'u dalim kashë atyre, por të lusim Allahun që Allahu t'u jep sukses dhe të ndihmon atyre në këtë pozitë. Po shifne si e kanë shëru ulemat e vjetër raportin e popullit me pushtetin, që populli duhet me qenë vigjilent ndaj lëvizjeve të pushtetit. Edhe në momentin që pushtetarët janë rrugën e Zotit, atëherë populli musliman u jep përkrahen pa rezervë, i përkrah ata vazhdimisht, i ndihmon ata dhe i mbron ata. Ama nëse ata gabojnë, nëse ata lejthisin, nëse ata ndryshojnë, atëherë është obligim i popullit që normalisht sipas rangimi që kanë dietarët me dijen e tyre, ata të zanatit me zanatin e tyre,
ata të përvojës administrative me përvojat e tyre. E kanë për detyrë dhe obligim ti këshillojnë të partë e tyre, ti korrigjojnë ata dhe të uaqelin syt në gabimet që bëjnë ata. Thënë ulemat, për çështjeve me rëndësi në këshillimin e pushtetarëve është butësia. Andaj ulemat kanë thonë, فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِي لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا قَدْ كَانَ أَدَى الَّذِي عَلَيْهِ. Obligimi I dietarëve është që pushtetarin me këshillue me autoritetin e dijes që ka, edhe me marë për dore edhe me këshillu në vetëmi. Mos me qenë këshillat e tij publike që me nxit popullin e me kriju të razira më një shoqëri. Ajo që sot I vjen domethënë që me shkuna për zyrat e pushtetarëve edhe me I këshillue me argumente, me fakte, me shkrime, me punime akademike, me I thonë se që këto vendime që ke marrë ti I kanë këto anë negative, I kanë këto pasoja negative për ty, për pushtetin tanë dhe për shoqërinë muslimane që jeton sot edhe në të ardhmen. Edhe fatmirësisht na në këto dekada të fundit kemi pas shumë dietar, shumë ulema, të cilët pushtetarët musliman anën mban botës islame vazhdimisht I kanë këshilluar në këtë formë. I kanë u kanë dhënë shkrime, analiza, studime për mi tregu se që ky vendim që ti e ke marrë ndoshta ke mendu se është I mirë, është I dobishëm, mirë për në aspektin fetar është I gabum. Pasojat e këtij vendimit janë dëmshme për islamin, për muslimanat, për shtetin, për ty si pushtetar e kështu me radhë. Dhe ka pas dietar dhe hoxhallar të cilët kanë kritikue dhe kanë qortu veprimet e pushtetarëve musliman dhe publikisht. Dhe normalisht pushtetarët musliman aq sa kanë qenë të mirë dhe devotshëm, I kanë marrë parasysh këshillat e ulemave, edhe këshillat e ekspertëve, edhe e kanë pas galën e islamit dhe muslimanëve dhe ata kanë fitu. Kanë fitu edhe në dynjë në ahiret. Mirë ka pas edhe pushtetar musliman që I kanë shpërfill këshillat e dietarëve, ekspertëve, kanë vazhduar në gabimet e tyre dhe ata kanë hup edhe në dynjë, po kanë më hup edhe në ahiret dhe normalisht edhe u dobësohet pushteti, edhe humbin respektin, edhe shtohet e keqja në shtetet e tyre. Andaj ulemat kanë thonë, nëse Allahu Dhu Xhelal Musa alayhis salam, të cilin e ka quajtë një pushtetar tiran, zullumqar, si faraoni, e ka këshilluar që të jetë I butë në këshillën e tyre ndaj tij, atëherë çka themi na për ata pushtetarë që janë më pak tiran e diktator se faraoni ose janë musliman. Andaj kur I tha Allahu Dhu Xhelal Musait alayhis salam dhe Harunit, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, shkoni te faraoni edhe sepse ai ka tepruar në zullumin e tij, thuni atij fjalë të buta sepse që ai të kujtohet apo të përmirësohet. Andaj ulemat kanë thonë, çdo herë që këshillat tona përcillen me butësi, atëra ato kanë me pas efektin e vet dhe kanë me pas ndikimin e vet dhe kanë marrit deri te ndryshimi I gjendjes së tyre. Është edhe këshilla e fundit e Imam Ibn Muflihut, I cili thot kur dikush don me e këshillu, me e kritiku, me e kundërshtu një pushtetar, atër duhet bëhet si këshill ndaj tij, friksim nga dënimi I Zotit dhe vërejtje nga pasoja që I sjell ky vendim I tij në dunjë edhe në ahiret për te. Thot Imam Ibn Jauziu, do thot është e lejuar më urdhëruar në të mirë dhe ndalu nga e keqja sultanin, duke ia bërë të qartë veprimin dhe gabimin dhe duke e këshillu, e me përdor fjalë të ashpra ndaj tij, e ofenduese ndaj tij, me nis bisedën me të I thon o zullumqar, o ti që s'ke frikë Zotin, e kështu me radhë,
kjo nuk e ndihmon përmirësimin e gjendjes, por vetëm se e shton të keqen e më tepër, edhe kjo formë e komunikimit nuk lejohet. Pra ulemat kanë treguar se këshillën duhet m'ia dhon pushtetarit, edhe nëse është zullumqar, edhe nëse është agresor, edhe nëse është diktator, dhe se dietari i vërtet duhet m'ia pas gale edhe atij, edhe shtetit që ai e qeveris, edhe popullit që ai qeveris, po edhe gjendjes në përgjithësi në atë vend ku ai jeton. Por kjo këshillë e para do të më konë e sinqertë. E dyta do të më zgjedh metodat më të mira të mundshme që me ndryshu gjendjen e atij pushtetarit. Nuk është qëllimi me dal karshi atij, nuk është qëllimi me marr pushtetin atij, nuk është qëllimi me bërë revanshizëm ndaj tij, por qëllimi është që ai të udhëzohet, ai të përmirësohet, e t'ja shohin hajri këtë populli. Se nëse ai vazhdon këtë udhën e keqe, atëherë na këtë pësojmë për asaj. Edhe kjo është njëra prej koncepteve të rëndësishme në zhvillimet politike edhe sot. Qëllimi i muslimanit në veprimet e tij politike është shtimi i të mirës në shtetin ku jeton dhe paksimi i të këqijave në vendin ku ai jeton. Jo interesi personal, jo përfitimi personal, jo e mira do thot e tij apo e klanit tij, po e mira e fesë fillimisht, pastaj e mira e popullit në përgjithësi. Këto janë parime edhe rregulla shumë të rëndësishme, ku secili prej nesh vazhdimisht duhet m'ia kujtu vetvetes. Edhe mbas të tyre duhet me eduku vetveten, që qëllimi i veprimit të tij politik është e para me fitu feja Allahut, me u ndihmu feja Allahut, me u ndihmu jetesa sipas rregullat të fesë Allahut. Pastaj tjetë e para kryesore interesi i gjithë shoqërisë, i gjithë popullit. Pastaj duhesh me dhon hapësirë interesit tan personal. Çdo kush që merret me politikë, edhe se ka për qëllim përfitimin e fesë, as përfitimin e shoqërisë, po vetëm përfitimin e personal, ai leqi nuk fiton kurrë te Allahu i Madhëshëm, ka me u marr në llogari dhe në pyetje për këtë amanet që e ka marr, për këtë përgjegjësi që e ka marr, për këtë punë dhe detyrë me cilën është marr, e si ka pas për qëllim këto qëllime fisnike edhe të mëdha në jetën e tij. Andaj thonë ulemat, qëllimi i këshillimit është largimi i të këqijave, jo ndryshimi i pushtetarit. Andaj ulemat vazhdimisht kanë thonë se dietari i vërtet është ai që ka autoritet te pushtetarët, dhe autoriteti i tij i bën ata pushtetarë që të kenë respekt ndaj tij dhe të friksohen këshillave të tija, edhe të veprojnë sipas asaj që këshillon, e ta ndryshon gjendjen e tij, sepse ka mundësi domodin me hub edhe te Allahu, po me hub edhe te domodin shoqëria ku ai jeton. Andaj dietarët para se me fol karshi pushtetarëve, duhet ata me qenë të ditur edhe të devotshëm, asket edhe të ndershëm. Shifne, këto janë rregulla që kur na i themi, shumica prej nesh mendojnë se janë gjëra të rëndomta. Mirë, po kur e folim na në fillim, nuk shifet rëndësia e saj, por shifet në fund. Kur ti jesh i ditur, e shef ku devijon edhe lajthit pushteti. E dyta, e din mënyrën më të mirë se si me korrigju atë devijim dhe lajthitjet pushtetit. Dituria e kupton fenomenin mirë. Devotshmëria të bën që qëllimi kryesor i joti është me fitu kënaqësinë e Allahut. Jo me rrezuat e me ngrit këtë. Jo me përkrahat e me kundërshtu këtë. Jo, qëllimi është që feja e Allahut më u ngrit, edhe feja e Allahut më fitu. Kur flasim na për asketizmin, si kusht, atëherë e kuptojmë se ti nuk synon me fitu pozita, as me fitu pasuri, as me fitu autoritet, as me fitu nam e laft. Po këtë e bën që musliman me jetu ma mirë si pas fesë Allahut xhelal. Kur flasim për ndershmëri, e kemi qëllimin se ti nuk lakmon pasuri, edhe nuk jeton jetë luksoze, me pasuri të shumta që të jep pushteti, apo ti mundson pushteti. E kur ngopesh ti me pasuritë pushtetit, sa më shumë që merr parë prej pushtetit, aq më pak ke mundësi me kundërshtu pushtetin, e me fol kundër pushtetit. Sepse kurse ki dije sa duhet,
kurse ki devotshmërinë e duhur, kurse ki asketizmin, zotin, kurse ki dëshmërinë ifen, atëherë ti se ki autoritetin e duhur që të ndihmon ty me ndiku te ai pushtetar. Ama ulemat e vjetër të selefit, që kishin këto kritere dhe këto kushte, me një fjalë që e folin, u adridhnin në zemrat pushtetarëve, u adridhnin jetën pushtetarëve. Normalisht, kishte pushtetar që edhe takvallokun e këtyre ulemave, edhe diturinë e këtyre ulemave nuk e kanë respektu. Ama pasoja që kanë përjetu në jetën e tyre, gjatë jetës tyre, edhe në momentin e vdekjes, e kanë kuptu se çfarë gabimit madh kanë bërë që kanë kundërshtu këta evliat të Zotit. Edhe janë bërë shembull i keq, edhe model të mëdhës se si duhet me qenë një pushtetar. Pra çka na themi përveç gatishmërisë që të me pas shoqëria muslimane, me kritikue edhe me korrigju gabimet e pushtetit, duhet me shtu edhe fetarin në mesin e parisë fetare, edhe dyrit fetare, takvallokun, e ndeshmërin e asketizmin, që pastaj ata të kenë autoritetin e duhur, të kenë dashurinë e popullit ndaj tyre, që kjo t'i dridh pushtetarët edhe çdo fjalë edhe këshill që va japin, ta zënë vendin e vet inshallahu taala. Përndryshe domethënë, ndikimi ka me qenë i vogël i këtyre ulemave kaqë atyre pushtetarëve. Dhe me këto këshilla dhe porosi, domethënë na e përfundojmë sharimin e këtij hadithit, i cili na ka marrë disa mezhgjise të shumta, po mendoj se të gjitha gjërat që janë thonë në sharimin e këtij hadithi na ndihmojnë neve për me kuptuar realitetin ton politik, aktivitetin ton politik, pozicionimin ton politik, dhe për me kuptuar se si duhet me vepru një musliman këto rrethana të cilat na jetojmë sipas këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në dersën e ardhshëm me lejen e ndihmën e Allahut të vazhdojmë hadithin e 5 në këtë kapitull, hadithin 657 me radhë, duke lutur Allahun në ebjet e dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në jannatul firdaus. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.